Atëherë ne si Institut Shqiptar i Shkencave jemi parimisht dakord me çfarë u thamë përpara, por ajo çfarë ne synojmë dhe kemi më shumë në fokus është pjesa e hapjes së financimeve elektorale në kohë reale. Pra, të i bëhet e mundur një paraqitje mbi donatorët e mundshëm, mbi shumat që këta donatorë japin në kohë reale dhe jo në një proces të vonuar nga KQZ-ja në fund të vitit. Këtë pjesë, duke u bazuar dhe në këshillimet e audituesve të jashtëm që merren me financimet elektorale, mendojmë që do të ketë një ndryshim në ligjin e financimeve. KZLN-ja në kuadër të projektit Domës Zgjedhore do të fokusohet tek organet e administrimit zgjedhor në Shqipëri dhe do të synojë që ato të profesionalizohen dhe depolitizohen, duke sugjeruar modele alternative që mund të adoptohen në kodin zgjedhor. Në vëzhgimet e zgjedhjeve 2013 dhe 2015, KZLN-ja ka vënë re që ndër problemet më akute të administrimit zgjedhjeve lidheshin pikërisht me karakterin theksuar politik që kishin komisionerët dhe komisionet, dhe mungesa e profesionalizmit në këtë aspekt. Ne mendojmë se zgjedhjet dhe reformat zgjedhore nuk janë privilegj as i partive dhe as i shoqërisë civile, po janë një e drejtë e publikut shqiptar dhe për këtë arsye interesi publik duhet jetë ai që ju udhëheq edhe komisionerët, edhe shoqërinë civile, edhe partitë politike në momentin që propozojnë ndryshime në